Qof lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmsorën. Sot është e hënë dhe jemi në javën e tretë të kohës së Pashkëve. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Darkë të qengjit para folës, të bardhe me ropë shpëtimi, pasi u shfaq deti i kuq, ti këndojmë Krishtit krye princ. Trupi i ti krejt i shenjt në altar të kryqit i flijuar, duke shijuar dhe gjakun, ne me Zotin për të jetuar. Mbrojtur në mbrëmje të Pashkës nga engjëlli i shfarosjes, u çliruam nga zgjedhja e faraonit të egër. Tash Pashka jon është Krishti, edhe qengji që u vra pa faj, që për ne flijoj trupin me pastërti të ndorme. O fli e denjë dhe e qiltër, nga e cila u shem feri, turma robruar çlirohet, vlerat e jetës po kthehen. Ngrihet Krishti Zot prej varrit, kthehet fitues nga humnera, tirani në vëndër pranga dhe hapdyert e parajsës. Për herë ti rofsh ndërmendje, o Krisht gëzimi i Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus ty të qof lavdia, që është ndrit me mundje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona par. Dritë për ty do të jetë Zoti yt, shkëlqim për ty do të jetë hyji yt. Aleluja. Psalmi 123 reshtat 1 deri 4. Shpresa popullit është në Zotin. Drejteje po i lartësoj sytë e mi, drejteje që banon në qiell. Që, por si sytë e shërbëtorëve, drejt dorës së zotrinëve të vet, por si sytë e shërbëtores, drejt duarve të zonjës së vet. Ashtu priren sytë tanë drejt Zotit hyjit ton, derisa të ketë mëshirë për ne. Ki mëshirë për ne, o Zot, ki mëshirë për ne, sepse përse tepërmi na kanë mbuluar me përbuzje, sepse u ngi tepër më shpirti ynë me përqeshje të ngopërve, me përbuzje të krenarve. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. dritë për ty do të jetë Zoti yt, shkëlqim për ty do të jetë hyji yt. Aleluja. Antifona 2. Rjeta vdekjes ushqye, jetoni të lirë dhe të gjallë. Aleluja. Psalmi 124 reshtat 1 deri 8. Ndihma jon është në emër të Zotit. Po të mos kishte qenë Zoti me ne, leta pohoi ballafaqe Izraeli. Po të mos kishte qenë Zoti me ne, kur njerëzit u ngritën kundër nesh. Atëherë do të na kishin përpirë gjallë, kur e mori flag zemrimi kundër nesh. Atëherë ujë do të na kishte marrë, rjedha proj do të na kishte marrë, do të na kishin mbytur valet ujrave të tërbuara. Qoftë bekuar Zoti që s'na dha kafshat për dhëmbët e tyre. Shpirti ynë shpëtoi si trëmcaku, prej gracke të gjuetarve. Laku u këput e ne shpëtuam. Ndihma jon është në emër të Zotit, që krijoi qiellin e tokën. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. rjeta e vdekjes ushqye, jetoni të lirë dhe të gjallë. Aleluja. Antifona 3. Kur të ngrihem prej tokës, do t'i tërheq të gjithë drejtmeje. Aleluja. Kënga kraso Efesianët kapitulli i parë reshta 3 deri 10. Hyji shpëtimtar. Qoftë bekuar hyji, Ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror. në qiell në Krishtin, Në të na zgjodhi, para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë e të papërlyer. para ti në dashuri, Ai na parashënoi për vete, të jemi bi në shpirt, në saje të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, për nder të lavdisë së hirit të tij. me të cilin na pajisi me anë të dashurit, Në të, në saje të gjakut të tij. e fituam shpërblimin. Në të na u falen fajet,
me anë të begatisë së hirit të tij, të cilin hyi e ndikoi në ne, bashk me çdo urti e kuptim, ai na vuri në dijeni, mbi misterin e vullnetit të vet, synim që lirisht kishte vendosur, qysh më parë ta kryente në të, kur të plotësohej koha, të vërë çdo gjë nën kryesinë e Krishtit, të gjithë qëndësit, që janë në qiell e në tokë, lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. kur të ngrihem prej tokës, do t'i tërheq të gjithë drejt meje. Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Hebrejve kapitulli 8 rreshti 1b deri 3a. Kemi një kryeprift të tillë, i cili rri në të djathtën e fronit të madhërisë në qiell, si mbashtuesi shenjtrores dhe i tendës së vërtetë, të cilën e ngriti Zoti dhe jo njeriu, meqense çdo kryeprift vihet për të kushtuar dhurata dhe fli. Përgjigja e shkurtër. Zoti mbretëron, ai u vesh me shkëlqim e madhëri. Aleluja, aleluja. Zoti mbretëron, ai u vesh me shkëlqim e madhëri. Aleluja, aleluja. I fortë është froni i tij në shekuj. Aleluja, aleluja. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Zoti mbretëron, ai u vesh me shkëlqim e madhëri. Aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Vepra që hyi kërkon është kjo. Besonin atë që ai e dërgoi. Aleluja. Kënga Vjegjës së lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare i brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvuajt. qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur, sepse punë të mëdha bëri për mua hyi gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrezoi princat prej froneve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. duke e sjell në mend mëshirën, Si u pati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasarsve të tij në amshim, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Vepra që hyi kërkon është kjo. Besoni në atë që ai e dërgoi. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Krishti ngjallur me anë të Shpirtit Shenjtë u bë burimjete dhe sakramenti i përgjithshëm i shëlbimit. Plot me gëzim ta therasim emrin e tij. Na ripërtri o Zot me fuqi të shpirtit tënd. O Krisht, shëlbuesi botës dhe fillimi i krijimit të ri, drejtotër jetën tonë drejt mbretërisë sate të lavdishme, ku na pret në të djathtën e Atit. Na ripërtri o Zot me fuqi të shpirtit tënd. O Zot, që jeton dhe vepron në kishën tënde, na drejto të njohurit të së vërtetës së plot. Na ripërtri o Zot me fuqi të shpirtit tënd. Zbuloje fuqinë e dashurisë sate para të varfërve, të sëmurve, atyre që vdesin, ngushëlloj me dritën e pranisë sate. Na ripërtri o Zot me fuqi të shpirtit tënd. Pranoje lavdin tonë në mbarim të kësaj dite, le t'i shndrit të vdekurit dita që nuk njeh perëndim. Na ripërtri o Zot me fuqi të shpirtit tënd. Aty në që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, ti u tregon dritën e së vërtetës atyre që kanë humbur udhën, që të mund të marrin përsëri rrugën e drejtë.
Bëj që të krishterët të flakin çka i kundërshton këtij emri e të ndjekin çfarë i ka hije. Në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.